të cilat nuk janë as në pozitë e as në opozitë. Unë sot jam në përfaqësim të lidhjes demokratike të Kosovës. LDK-s, po Kosova ka kryeministër aktualisht, Alban. Ka ndetyrë i cili vjen voton si deputet e mandej shkon bëhet kryeministër në të njëjtën kohë edhe në mënyrë antikonstitucionale. Sot ka qenë shkup me presidentin Vučić me kryeministrin Ne nuk ja uplodsojmë të dëshirën që të lejmë institucionet pa ofesit e të ne. E transformimit, prej kryeministrit detyrë, vjen bëhet deputet, voton, pastaj kthehet merr vendime prap në kryeministri. Nuk ka pa, kjo është një absurditet i papam. Mira, është ky problem, zonë, është problem ky që Kosova nuk i ka konstituuar kuvendin në raportin shembull me Shtetet Bashkuara kur duhen çka po duhet të theksu, çka doshta me theksu është që kemi diferencat mëdha pra në çdo sferë. Kur thom diferencat mëdha në çdo sferë, kam fjalën me lëvizjen vetvendosi. Edhe në këtë rrafsh kemi diferencat mëdha. Përderisa ne kemi konsideruar që projekti i gasit në Kosovë është projekt strategjik / politik, lëvizja vetvendosi dhe qeveria e kalume e ka mat me terma financiare dhe me kosto sa kushton. Ne kemi menduar që pjesa e racionalitetit ekonomik dhe financiar vjen pas racionalitetit politik strategjik. Po flasim për një projekt $500 milion, për një projekt amerikan që e lidh Prishtinën me gasin amerikan në Greqi dhe që ka qenë projekt i prezentuar nga qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse MCC është agjenci shtetënore amerikane dhe refuzimi i atij projekti është fatal në shumë aspekte. E sot ne kemi problem me energji elektrike, jemi në krizë të jashtëzakonshme të energjisë elektrike, kurse gasifikimi kish mujt me ndodhur tash. Sepse refuzimi është bërë para 4 viteve. Qysh fillim të mandatit Kurti 2. Pra sot e kishim pas centralin me gaz, e ne flasim për energji tripërtishme të ardhmës. Zogaj, ndoshta nuk do bëj sepse kam përshtypjen që ka pezulluar operacionet edhe për MCC qeveria amerikane. Absolutisht, sepse tash qeveria e re amerikane. Qeveria ka pikpamje tjera. Edhe presidenca Trump e ka pezulluar. Çka po du me thonë një gjë? Ne kemi pas në programin ton politik një prej projekteve kyçe kryesore. Gasifikimi i Kosovës. 500 milion euro investim me njëherë. Nesër në qeveri fillon ky projekt. E energjinë e ripëtrishme gjithsesi. Por në paralele me gasifikimin e vendit. As 1 megawatt nuk i ushtu vendit. Pra nuk është e paprovuar LDK-ja të qeverisë. Ka qeverisur gjatë, e besa më së gjati. Tjetër LDK është. Mirë po nuk ka pasur as 1 megawatt të shtuar nga kapacitetet prodhuese të vendit. Me thënë këto kanë shkaktuar që vazhdimisht ne me pas termocentrale të cilat kanë humbur fuqinë e tyre prodhuese e janë vjetru deri më tash ku qoftë përmes MCC-s, qoftë përmes investimit që e bëjmë po ashtu me një kompani amerikane si General Electric, pra po shtohen kapacitetet prodhuese dhe po bëhet modernizimi i tyre. Shtatovci dhe Zogaj, ky është një energji e jashtëzakonshme